Në vim me gazetarin Alba Kepi do të bashkëbisedoj për dorëheqjen e Federica Mogherinit për reagimet që ka pasur nga politika italiane, por gjithashtu edhe për vrasjen e 49 vjeçares. Zonja Kepi, të përshëndes, faleminderit. Faleminderit për ftesë. Ndalohet, u fol në fakt në fillim si arrestim Mogherini. Sot jep dorëheqjen si rektore në Kolegjin Europian, cilat kanë qenë reagimet në Itali, duke qenë se më parë zonja Mogherini ka mbajtur pozicione të larta në politikë. Dyshim Federica Mogherini ka qenë ministre e jashtme në kohën e qeverisë Matteo Renzi. Është parë gjithmonë si një person i favorizuar sidomos nga politika renciane. Dhe kjo dorëheqje ka ardhur në linjë të plotë me atë çka Akademia Europiane e Brush deklaroi një ditë më parë, duke thënë për mediat se ka dhënë disponibilitetin e plotë autoriteteve të prokurorisë europiane dhe prokurorisë belge për të trajtuar mbi çfarë ka ndodhur. Dhe mendoj se ky disponibilitet dhe gjithçka që kjo akademi ka dhënë kundrejt drejtësisë europiane është në një farë mënyrë të detyrimi që ka quar Federica Mogherini dhe Stefano Sannino të japin dorëheqje nga roli i tyre drejtues në këto institucione europiane. Po dje kemi parë që është vënë nga ana e Sanninos, është dhënë dorëheqja dhe si kreu i komisionar i lindjes europiane në lindjen e mesme dhe në vendet e Afrikës Veriore. Pra këto akte detyrueshme, sidomos pasi prokuroria europiane kërkoi heqjen e mandatit të tyre si diplomat të institucioneve europiane. Komenti i mediave italiane padyshim dje ka qenë shokues për atë çfarë ka ndodhur, por megjithatë komentet lidhen më shumë me ato që kanë qenë reagimet e botës, reagimet e vendeve si Rusia, si Hungaria, reagimet gjeopolitike që kanë shfrytzuar ose kanë përdorur këtë rast për të bërë dhe akuzat e tyre në gjeopolitikën botërore. Pra kemi pasur një reagim nga Moska, një reagim nga Hungaria, pikërisht për kritikat e forta që ata kanë ndaj institucioneve europiane. Dhe kjo ngjarje, ky fakt është padyshim dhe në kontekstin e kësaj analize që bëjnë mediat italiane. Vjen se Federica Mogherini kur emërua kryekomisionere në Bashkimin Evropian kishte pritshmëri mjaft të lartë sa i takon qasjes apo rolit që do të jepte Italisë në një moment mjaft të dobët që ky shtet vendantar, vend themelues i idesë së Bashkimit Evropian kishte humbur gjatë këtyre viteve në kontekstin e vendeve anëtare. Pasi flitej më shumë për Gjermaninë, kishte flitej më shumë për Francën, apo dikur kancelerja Angela Merkel, apo gjithçka që drejtonte institucionet europiane, lëviznin më shumë duke lënë Italinë në dorë të dytë sa i takon vendimeve të BE-s. Dhe nga Federica Mogherini dikur kryekomisionere, apo që në momentin kur u emërua, u prit shumë që ajo të përmirësonte apo të kontribonte në imazhin apo në drejtimin apo në rolin që Italia duhet të merrte në kontekstin e vendeve themeluese të idesë BE-s. Gjë që nuk arrit pasi Federica Mogherini ndoqi një linjë mjaft burokratike në ato çka ishte edhe roli i saj. Gjë që, me thënë të drejtën, po arrin ditë pas dite Giorgia Meloni me gjithë kritikat na pëlqen, nuk na pëlqen në raport me Shqipërinë, po punon fort pikërisht për pasur Italinë në qendër të vendimeve të BE-s. Pra kjo është pak a shumë leximi që i bën në media italiane gjithçka që ka ndodhur. Por dorëheqja e saj, mendoj se është një akt detyrueshëm mbi atë çka ka ndodhur gjatë orëve të fundit. Qartë. Doja të pyesja për dosjen, Zoja Kepi, çfarë dim rreth dosjes Mogherinit, por gjithashtu edhe Sanninos? Dim që akuzohet për korrupsion, apo jo për mashtrim, për shpërdorim fondesh edhe tjera si këto, po a ka informacion se për çfarë, ku dhe kur bëhet fjalë?